Si simbol i ndarjes dhe bashkimit për Mitrovicën është përshkruar gjithmonë ura kryesore mbi lumin Ibër. Më të fuqishme në përshtypje të parë në aspektin e sigurisë e bënte fakti se ajo ruhej nga forcat e KFOR-it dhe ULEX-it që 27 vjet si misione paqëruajtëse në Kosovë. Ura dikur e barikaduar nga serbët lokal tashmë reaguese të parë do ta ketë policinë e Kosovës. Kolegu Shkëlzen Lakna ka biseduar me ish-ministrin e pushtetit lokal Sadri Feratin. Një mori argumente që s'ka ku gjë pesë e punë, për dhe nuk e ka thonë që e marrëj. Zotri Ferati, KFOR njoftoi se ka reduktuar praninë e saj, ndërsa po bashkëpunon me policinë e Kosovës pra në ura mbi lumin Ibër. Si e pat këtë zhvillim? Është për të përshëndetë edhe është e pritshme, edhe në gjithë këtë situatë që tani aktualisht e kemi, unë mendoj se ajo është zgjedhja më logjike që të relaksohet situata atje, të fitohet në lirinë e qarkullimit që veç është prezente, po edhe t'japet një mesazh se gjitha veprimet në të ardhmen duhet jenë në drejtimin e relaksimit, normalizimit jetës edhe në këtë pjesë Kosovës, sikur edhe në gjithë Kosovën. Si është për mendimin e juaj situata aktualisht në Mitrovicën e Veriut? Është më e qetë, është më pak stres, edhe pothuajse kohë gjatë është pa eksese, friksime, çfarë ka ndodhur në të kaluar. Pra kemi një kvalitet të ri plotësisht edhe rreth urës Ibrit, po përgjithësi edhe në pjesën më të madhe të Veriut. Sa janë gjasa që të lirohet qarkullimi plotësisht në atë urë? Ne e dim se janë ndërtuar ura të reja aty për qarkullim, por megjithatë ura kryesore ka mbetur një lloj simbolike. Po pikërisht ajo edhe është ndërtuar me kohë, është ndërtuar një mit që gjithçka e keqe po ndodhet rreth asaj ure, nga se nuk kanë pas kapacitet që të bëjnë veprimet e tjera të bllokimet në gjitha urat dhe është shndruar një farë simboli i tensioneve dhe problemeve. Edhe ajo ndërsa realisht qarkullimi po vazhdon. Çfarë do të thotë se nëse edhe matutje insistohet nga komuniteti serb që të prodhohen telashe atëherë nëpërmes kësaj ure. Përndryshe unë mendoj se ajo kohë ka kalu dhe tani edhe ajo duhet pajtohen që kjo mos jetë simbol i të keqes, i dhunës, i represionit e kërcënive, po t'jetë një urë normale që e ndihmon qarkullimin edhe lirinë e lëvizjes. Megjithatë kërcënimet nuk po ndalen, lista serbe kundërshtoi vendosjen e pranisë policore në Kosovës pra në urën mbi Ibër. Seriozisht lista serbe kanë nuk din as çka don. Edhe angazhimet e tyre kanë janë edhe në kundërshtim me interesat e vet popullatës serbe atje. Thjesht janë shndruar në një përçust politikës të Beogradit. Dëmonë prej aty një ide më të çuditshme që patëm edhe së fundit Vučićit për ndrimin e rrjedhës lumit Ibrit. Dëmonë disa ide, dëmonë as mesjeta nuk i duron. Prandaj këta janë bos zëdhënës të sasoj politike, dihet që në prag kanë mund të jenë edhe zgjedhjet matet aty në Serbi, dhe prandaj këta në këtë drejtim edhe i bojnë ato veprime. Përndryshe, hapja urës, qetësia në veri, nga se ata duhet japin llogari edhe komunitetit serb atje, sepse Kosova për shkak të pikërisht aty tensione që kanë ndodhur, kemi një zbrazje, kemi një ikje, kemi një lodhje të komunitetit serb atje. Prandaj gjitha këto që po bëhet nga ana e Republikës Kosovës, ata duhet i përshëndesin sepse po krijojnë një ambient për një jetë më të mirë edhe për ata qytetarë, për komunitetin serb, me shumicë sikur edhe për gjithë Kosovën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas idesë së përsëritur të Serbisë që t'i ndorohet rrjedha Ibrit. Rama përmes një postimi të gjatë në X dhe veçanërisht pas akuzave të Gjuriqit ka deklaruar se Shqipëria nuk ka pretendime territoriale ndaj Serbisë dhe se nuk i nevojitet një projekt i tillë për ta mbështetur Kosovën. Sipas tij, lumi Ibër do të vazhdojë të rrjedhë sipas gjeografisë dhe jo folklorit. Sipas Ramës, pikërisht për situata të tilla ekziston e drejta ndërkombëtare për ujërat. Komisioni Evropian nuk ka komentuar në mënyrë direkte deklaratat e presidentit të Serbisë për planet për ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër dhe nëse një gjë e tillë do të ketë pasoja për rrugtimin e Serbisë drejt integrimeve evropiane. Në vend të kësaj, zëdhënësja e BE-s për çështje të jashtme Anita Hipër vetëm ka rikujtuar se deklaratat e tilla
nuk e ndihmojnë normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa ky normalizim është parakusht për progresin drejt BE-s për të dyja palët. Këto veprime nuk mbështetin qëllimin për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo mund të bëhet vetëm përmes dialogut, po ashtu rikujtojmë se progresi në dialog mes Beogradit dhe Prishtinës është parakusht për avancim në rrugtimin evropian, është përgjigjur Anita Hipër. Partia Demokratike e Kosovës është zotuar për mbrojtje të rendit kushtetues me çdo mjet. Përparim Gruda ka vlerësuar se me mos konstituim po shkelën kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit, si dhe nuk po respektohet akt vendimi gjykatës kushtetuese. Me Grudën bisedoi Burim Zariqi. Kanë kaluar 2 ditë që kur është dashur të konstituohet kuvendi brenda afatit kushtetues. Si e sheni fillimisht këtë qetësi, këtë mosthirje të seancës nga zoti Deari? Po kjo është totalisht shkelje të kushtetutës, përveç afatit 30 ditor, është shkelje edhe afatit 48 ditor për me thirrë seancë. Avni Deari ka abuzu kuvendin e Kosovës krejt vitin e kaluar, duke thirrë seancë as do 48 ditor, po duke propozu vendosja një kandidat për kryetar pa i pas votat. Tash që i kanë votat, nuk propozojnë. Që do të thotë, logjika është bllokimi vitin e kaluar edhe këtë vit. Si do t'i qaseni kësaj? Do thotë, keni paralajmëruar forma të ndryshme demokratike për ta bllokuar këtë shkelje kushtetuese se çfarë? Po ne nuk do të rrim duar kryq, nuk do të lëm jetë pa përdor për me rikthyr rendin kushtetues, nuk do të mundet as zoti Kurti as vendosja me përmbys rendin kushtetues të Kosovës edhe me vazhdu me mbajtë të përmbysur siç po mbajnë sot. Unë mendoj që kjo është një ka forcë me dal prej kësaj situate, edhe na kemi me dal, kemi me gjetë rrugë dhe nuk kemi me leju me vazhdu këtë situatë. Kjo është situatë komplet anarkike, ku çdo rregull e menaxhimit të pushtetit ka ra, kushtetuta ekziston me vënun kontroll politike, jo politika kushtetutën. Nëse ti thu, si thot zoti Kurti, që unë e thirri kuvendin dhe e bëj kur ka marrëveshje politike, kjo do të thotë me janë nënshru kushtetutën vullnetit politik, ndërkohë që kundërta është e vërtet është që kushtetuta ekziston për me majtë në kontura edhe në kontroll vullnetin politik. Çfarë kuptimi ka për juve nëse mbahet peng kuvendi si ligjvënës për një marrëveshje politike e cila ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit? Do të thotë, ka mundur të vazhdohen takimet edhe pas konstituimit, apo jo? S'ka asnjë kuptim, po pra sepse pe konstituimit kuvendit i kemi 60 ditë. Nëse për 60 ditë nuk arrit marrëveshje, atëherë le të shkojmë zgjedhje. Po unë mendoj që ka. Po fakti që dikush thot, unë për vullnetin tim politik nuk e zbatoj kushtetutën, do të thotë që pushteti politik ka dalë mbi kushtetutën, kaq. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Ilir Kërçeli ka bërë të ditur se janë në pritje edhe të një takimi në mes të Albin Kurtit dhe liderëve të partive opozitare. Sipas tij, para se të kalohet edhe tek votimi i nënkryetarëve, kryetarit të kuvendit e qeverisë duhet një marrëveshje edhe për postin e presidentit. Zoti Kërçeli, 2 ditë kaluan nga afati kushtetues, por nuk është thirrur ende seanca, sipas partive të ish opozitës. Partia në pushtet po bën shkelje kushtetuese. Si përgjigjen e fillimisht? Po ne, siç është deklaruar edhe kryeministri Kurti, jemi duke pritur për një marrëveshje politike për të gjitha opozitat e shtetit. Sa i përket shkeljes kushtetuese, në aktgjykimin që ka nga gjykata kushtetuese, në asnjë moment nuk thotë që pas 30 ditësh vendi duhet të shkojë në zgjedhje, po aty shkruhet se brenda 30 ditëve duhet të konstituohet kuvendi. Dhe mendoj se ne jemi brenda afatit kushtetues, për arsyen se para asaj date ne nuk kemi qenë asnjë deputet, sepse nuk kemi arritur të betohemi si deputet të legjislaturës së 11. Faktikisht nga certifikimi i rezultateve, 30 ditë kanë kaluar të premten, që i bie jemi 2 ditë pas afatit kushtetues, sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Arsyetohet kjo për shkak të pritjes për një marrëveshje politike që do duhej të përfshijë edhe zgjedhja e presidentit? Po ideja është se opozita u bën thirrje për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe kryesisë së kuvendit, mirë po nuk po deklarohen se pastaj si do të veprojnë për çështjen e presidentit. Siç e dini, pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, vjen rradha për presidentin ose presidentin e Republikës së Kosovës dhe mendojmë se ashtu siç ka deklaruar opozita në të kaluarën, duhet të ulem të diskutojmë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse për të arritur të zgjedhim institucionet dhe krerët e shtetit.
Dhoma e tregtisë dhe industrisë e Kosovës ka shprehur shqetësim për vonesa në konstituimin e institucioneve të vendit, duke kërkuar nga partitë politike që të tejkalojnë ngërçin dhe të mundsojnë sa më shpejt formimin e kuvendit dhe qeverisë. Në një deklaratë për media, kjo dhomë ka vlerësuar se mungesa e institucioneve funksionale po krijon pasiguri dhe po shkakton dëme të mëtejshme për ekonominë dhe bizneset vendore. Sipas dhomës së tregtisë dhe industrisë, Kosovës i duhen institucione funksionale dhe vendimarrje, ndërsa një tjetër cikël zgjedhor do ta thellonte edhe më shumë pasigurinë për komunitetin e biznesit dhe ekonominë. Kuvendi i Kosovës organizon ditën e dytë të aktivitetit tradicional bashkëadetarët në kuvend, i cili u dedikohet bashkëadetarëve që gjatë sezonit të verës qëndrojnë në Kosovë. Aktiviteti po mbahet në ambientët e kuvendit të Kosovës, duke ofruar mundësi për bashkëadetarët që të vizitojnë institucionin më të lartë ligjvënës të vendit dhe të njihen nga afër me punën dhe funksionimin e tij. Gjatë aktivitetit, pjesëmarrësit kanë mundësi të vizitojnë hapësirat e kuvendit, të marrin informacione për rolin dhe përgjegjësinë e institucionit, si dhe të bashkë bisedojnë rreth çështjeve që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet institucioneve dhe diasporës. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim deri në shpalljen e aktgjykimit në rastin e përbashkët ndaj tij, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Trupi gjykues i dhomave të specializuara në Hag ka refuzuar kërkesën për lirimin e Thaçit dhe ka vendosur vazhdimin e paraburgimit të tij. Ky është vendimi i 27 për vazhdimin e masës së paraburgimit ndaj ish presidentit. Në vendimin e datës së 10 gusht, trupi gjykues ka vlerësuar se aktualisht nuk ka informacion të mjaftueshëm për të konstatuar se Thaçi do t'i shmangej drejtësisë në rast se do të lirohej. Sipas trupit gjykues, ky shqyrtim nuk është më i nevojshëm për momentin pasi seanca për shpalljen e aktgjykimit është caktuar për 16 shtator. Çmimi i naftës sot është 1 cent më shtrenjtë se 2 ditët paraprake. Sipas Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, 1 litër naftë sot shitet 1,64 euro për litër, ndërsa çmimi i benzinës nuk do të ketë ndryshim. Sipas Mintit, 1 litër benzinë do të ketë çmimin maksimal prej 1,44 euro për litër. Të shtunën, çmimi i litrës së benzinës kushtonte 1,42 euro për litër. Çmimi i gazit nuk ka lëvizur nga ditët e tjera, vazhdon të jetë 0,60 euro për litër. Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se do të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit për automjetët e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë. Kufizimi po zbatohet në autostrada nga ora 11 deri në orën 17:30 për shkak të temperaturave të larta të parashikuara. Ndërkohë në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, qarkullimi këtyre automjeteve do të lejohet pa kufizime. Nga masa përjashtohen automjetët e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore. Ministria u ka bërë thirrje operatorëve ekonomik dhe ngasësve që ta respektojnë kufizimin dhe të planifikojnë lëvizjet e tyre në përputhje me orarin e përcaktuar. Inspektorati Qendror i Punës ka urdhëruar ndalimin e përkohshëm të punimeve në një objekt ndërtimi në Podujev, pas konstatimit të parregullsive në zbatimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë. Gjatë inspektimit në terren, inspektorët kanë evidentuar mangësi që lidhen me respektimin e kërkesave për krijimin e një ambienti të sigurt për punëtorët. Si pasojë e këtyre gjetjeve, Inspektorati Qendror i Punës ka nxjerrë vendim
për ndërprerjen e përkohshme të punimeve në objekt. Inspektorati Qendror i Punës ka bërë të ditur se do të vazhdojnë mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës, veçanërisht të rregullave që kanë të bëjnë me sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Shikues të nderuar, më shumë informacione gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.